Në këto 4 vjetë që ne monitorojmë buxhetin e Ministrisë së Shëndetësisë, për fat keq kemi vërejtur një mosvëmendje të qeverisë për këtë sektor. Ajo që ju përmendët që ky është një sektor në fakt që na afekton të gjithëve. Arsimi dhe shëndetësia nga 2 sektorët më të rëndësishëm, sepse prekin jetën e gjithë secilit prej nesh. Pra nuk ka asnjë qytetar që nuk ka lidhje me sistemin shëndetësor, pra që nuk drejtohet njëherë për të marrë shërbime. Buxheti i shëndetësisë, Ministria në fakt mburret edhe në tryezat që ne jemi të përbashkëta dhe që diskutojmë edhe për buxhetet, mburret që buxheti për shëndetësinë ka pësuar rritje. Kjo është në terma nominal, që është normale. Kur rritet tërë buxheti, do të rriten edhe për tërë sektor do të rritet buxheti. Ajo që ne kemi shqetësim, që përmendim dhe e shprehim gjatë gjithë kohës, është se sa përqind të buxhetit të shtetit zë buxheti për shëndetësinë. Dhe në të gjitha këto vite, Shqipëria është e fundit në rajon, nuk po flasim në vendet e Bashkimit Evropian. Për sa i përket shpenzimeve për shëndetësinë, në lidhje me prodhimin e brendshëm bruto, ne jemi 2.9% në raportin e fundit që para një jave kemi prezantuar, që ishte për vitin 2025. E njëjta situatë 2.9% e prodhimit përgjithshëm bruto shkon për shëndetësinë. Për shëndetësinë, ndërkohë që vendet e tjera të rajonit e kanë në terma real, vlera shuma në euro apo në dollar? Është rreth 76 milion lek të reja, 76.6 miliard lek. Do me thënë diku të rreth 75 milion euro. Do me thënë, po ta shohësh edhe grafikisht, ne ju kemi sjellë edhe në fakt një tabelë. Po regjia me siguri do të na japë. Të cilën është e dukshme që në vlerë nominale vit pas viti ka ardhur buxheti në rritje. Ndërkohë që për sa i përket thash në krahasimisht me prodhimin e brendshëm bruto apo me shpenzimet e përgjithshme publike, kjo është jo vetëm në nivelin e vendeve të rajonit, por është edhe nën parashikimin që kanë bërë dokumentat strategjik të qeverisë shqiptare. Ka një strategji 2021-2030 për shëndetësinë, e cila përcakton që deri në vitin 2025 do të zërë 4% të prodhimit të brendshëm bruto, shpenzimet për shëndetësinë. Ndërkohë ne jemi në 2.9%, kemi qenë më lart, kemi qenë 3.1%, ndërsa tani kemi shpenzimet dhe më të ulta. Nuk ka asnjë lloj justifikimi. Do t'ju bëj vetëm një krahasim, pavarësisht se ne përballemi me ministrinë dhe thotë që po, ne kemi parashikuar ato shpenzime që janë le të themi mbulojnë të tëra shërbimet dhe të tëra nevojat e sistemit shëndetësor. Vetëm gjatë vitit 2025, në fund të vitit, u bë një rialokim, një rritje